Më datë 14 orë 2025 është realizuar me sukses ekstradimi nga Hungaria në Kosovë të dënuarit me inicialet ST 49 vjeç nga fshati Gjona i komuna Prizrenit me qëndrim të përkohshëm në Hungari. Ekstradimi është kryer në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga gjykata themelore në Prizren për veprat penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikave dhe substancave analoge, kultivimi së hashashit, shkurës së kokainës ose bimave të kanabisit, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. I dënuari është gjykuar me një total prej 3 vite e 10 muaj burgim dhe me gjobë rreth 4.000 euro, por i kishte shmangur vuajtjes së dënimit. I ekstraduari është dorëzuar nga autoritetet kompetente hungarese, ku është pranuar nga zyrtarët kompetent dhe më pas nga zyrtarët policor të stacionit policor Prizren, është dërguar në qendrën e paraburgimit. Policia e Kosovës falenderon autoritetet hungarese për bashkëpunimin ndërinstitucional dhe mbetet e përkushtuar në zbatimin e urdhër arrestave dhe procedurave ligjore në funksion të drejtësisë dhe sigurisë publike.